Horoskopi ditor e diel 16 mars 2025 dashi. Nëse nuk doni që debatet dhe mosmarrveshjet të bëhen pjesë e jetës suaj, mundohuni të tregoheni sa më bashkëpunues dhe të kuptueshëm me partnerin tuaj. Beqarët do të jenë të pandalur derisa ta bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Në planin financiar, duhet të fillojë një periudhë mjaft delikate, prandaj duhet ta defushoni maturinë dhe përkujdesjen. Demi. Ditë goxha e trazuar kjo e sotmja edhe për ju. Marsi do t'ju bëjë më kokfort dhe nuk do të pranoni të hapni rrugë. Kujdes, sepse po vazhduat kështu do ta shkatërroni lidhjen tuaj që keni ndërtuar. Beqarët do të kenë një ditë me intensitet dhe të mbushur me surpriza. Në planin financiar do të keni fat dhe do të mund të bëni investimet e duhura. Binjakët, jeta në çift do të jetë gjatë gjithë kohës e mbrojtur nga yjet sot. Do të kaloni momente të ngrohta me partnerin dhe nuk do të dëshironi të qëndroni në asnjë çast vetëm. Beqarët do të presin me padurim ndryshime dhe sot do të ndihen për mrekulli. Erdhi më në fund dita e tyre. Në planin financiar duhet kujdeseni shumë në mënyrë të ekuilibruar që të mos keni asnjë tronditje me buxhetin. Ngaforja. Pasioni do të shtohet edhe më tepër gjatë kësaj dite dhe momentet që do të kaloni me partnerin do të jenë të zjarrta. Në këtë mënyrë do t'i harroni edhe disa debate që keni pasur dikur. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme. Bëni edhe pak durim për të krijuar lidhjen e dëshiruar. Në planin financiar nuk duhet të dëgjoni këshillat e miqve sepse mund të keni probleme. Luani. Yjet do t'ju mundësojnë një ditë shumë të bukur sot, që në orët e para do t'i sqaroni me qetësi mosmarrveshjet dhe më pas do të filloni një etapë të re, akoma edhe më të bukur se kjo që keni kaluar deri më sot. Beqarët nuk duhet të ndërrojnë më shumë se sa duhet sepse dëshirat nuk do t'ju plotësohen. Financat nuk do t'jenë në gjendjen më të mirë të mundshme, prandaj duhet të tregoni kujdes. Virgjëresha. 3 do të jenë planetët kryesor që do të bëjnë jetën tuaj edhe më harmonike se sa ka qenë. Do të ndiheni mjaft mirë pranë partnerit dhe do të dëshironi të qëndroni gjatë gjithë kohës në krahët e tij. Beqarët do të kenë një pafundësi takimesh, por ende nuk do të realizohet ai që ata kanë ëndërruar. Në planin financiar mund përballeni me probleme të vogla. Peshorja. Do të jeni më të hapur dhe më të disponueshëm ndaj partnerit tuaj gjatë kësaj dite. Marrëdhënia në çift nuk do të ketë asgjë për çfarë të shqetësoheni. Beqarët do të kenë një ditë kaq të mbushur me angazhime saqë nuk do të kenë kohë të mendojnë për jetën sentimentale. Në planin financiar do të bëni çmos që të stabilizoni sa më parë situatën e vështirë që është krijuar. Akrepi. Tregoni sa më të matur sot përkundrejt partnerit tuaj sepse ai nuk do të jetë në humor dhe nga momenti në moment mund të lindin debate të fuqishme. Beqarët do të përjetojnë ndjesit mrekullueshme pranë disa personave që sapo i kanë njohur. Në planin financiar do të merrni një shumë të madhe parash nga një afërm dhe kjo do t'ju ndihmojë të stabilizoni situatën. Shigjetari. Nëse jeni në një lidhje, dita e sotme nuk do të jetë ashtu siç ju e kishit menduar. Do e kritikoni gjatë gjithë kohës njëri tjetrin dhe do debatoni shpesh. As beqarët nuk do të jenë në gjendjen më të mirë shpirtërore për të filluar një histori dashurie. Prisni edhe pak kohë. Në planin financiar nuk priten vështirësi të mëdha, megjithatë rekomandohet kujdes me shpenzimet. Bricjapi. Duhet i kushtoni më tepër kohë dhe vëmendje sot personit që keni në krah sepse po e lat pas dore dikush tjetër do t'u arrëmbej shpejt. Beqarët po përjetojnë emocione pafund fal takimeve impresionuese që do të kenë. Gjithçka do të ndryshojë për ta. Financat nuk do të jenë të qëndrueshme për të gjithë personat, kështu që kujdes me shpenzimet e pamenduara. Ujori. Mos u përqendroni tek disa tëmeta shumë të vogla të partnerit tuaj sepse askush nuk është perfekt. Shihni më mirë gjëra thelbësore të cilat kanë më shumë rëndësi. Beqarët nuk duhet të abuzojnë me joshjen dhe flirtimet sepse do t'i bëjnë më shumë dëm vete se sa do të përfitojnë. Në planin financiar situata do të jetë më e stabilizuar se përpara. Peshqit. Ata që kanë një lidhje do të tregojnë shumë kërkues dhe posesiv me personin që kanë në krah. Kjo do të krijojë shumë probleme dhe debate të zjarrta. Ndryshoni sjellje pa qenë vonë. Beqarët do të kenë mundësi vetëm për aventura kalimtare. Situata financiare do të fillojë të përmirësohet nëse ju i menaxhoni me maturi të ardhurat që keni dhe ulni shpenzimet tuaja.